Do t'ishte mirë që gjërat I shohim në dimensionin e tyre të vërtet. Plus thyen kufit dhe çliron komunikimin mes shqiptarëve me një promocion të thjeshtë dhe të qartë. Me promocionin Dimensioni Plus, ju paguani 1.2 lek për minutë për thirrjet brenda rrjetit dhe 12 lek për minutë për thirrjet me të gjithë operatorët e tjerë, si dhe 1 lek për SMS brenda rrjetit dhe 6 lek për SMS me të gjithë operatorët e tjerë kombëtar. Plus, të përket ty. Emisioni I radhës I datës 11 janar 2011 në Njerëz të humbur solli histori të reja e të ndryshme. Bardha Leshi ishte 44 vjeçarja nga Puka, e cila kishte ndërprerë çdo lidhje me familjen që prej vitit 1998 nga Italia. Ndonse shumë vite të lëna pas, të dhëna të ndryshme bëjnë me dijes se një grua ngjashme mund të jetojë në një shtet fqinj. Kemi në Monza të Italisë, pra në zonën e Milanos, në vitin 2006-2007 pohon se e kishte takuar dhe kishte biseduar me ta. Në Tivoli në vitin 2006 ku I ka pohuar dikuj se në atë kohë ajo bashkëjetonte me një italian. Gjithashtu një informacion të cilën do mbetet për të verifikuar gjithë në vazhdim, bëhet fjalë për në shkurt të vitit 2011 në një stacion treni në Venecia. U prezantua historia e shqiptarit nga Kosova Valdet Rustolli, I cili prej 11 vitesh kishte shkëputur lidhjet me familjen e tij nga Gjermania. Informacionet të ndryshme filluan më njëherë të vinin dhe bënin fjalë se 36 vjeçari mund të jetonte në një shtet të Europës. Minutat kalonin dhe një telefonat mbërriti në studio, ku telefonuesi shprehej se ishte vet Valdeti. Alo, mirëmbrëma. Mirëmbrëma, përshëndetje. Atëre, me kë jam duke folur në të moment? Valdet, ti je? Po, mo, Valdet, kemi 11 vjet që s'po ta dëgjojmë zërin. Po si e mërë buri veut? Dëgjoj një sekund, më dëgjoj pak. E mbylli. Ishte Valdeti. Unë nuk e di, po ju duhet t'ja dëgjoni pa tjetër zërin. Skoda. Jo, absolutisht, unë do të shpresoj, Valdet, sepse më kërkoj I që një fotografin. Të ta dëgjoj zërin babaj, unë edhe njëherë do të doja të më lidhin, sepse u shkëput ndoshta telefonata me të. Tentativat e shumta nuk munguan për t'u lidhur me Valdetin, dhe më në fund u bë mundur që babai të dëgjojë zërin të birit, ndonse ky I fundit nuk pati një reagim pozitiv. Po, jemi bo ma për shëndetin tanë, për si... Po, qa është, më mirë me... Po, ngoj, po me morë numrin edhe me thira, po kuptojnë edhe me kontaktu... Po në regull. Në rubrikën Ironia e fatit, u prezantua historia e Merza Trakaj, e cila kërkoi prej motrës së saj Zenepes. Ndonse një moshë të thyrë, ajo ende shpreson se do ta shohë shumë shpejt. Nipi I Merzës, Halili, ndodhej në studio për të përfaqësuar nënën e tij. Megjithëse në orë të vona dhe në mbarim të emisionit mbërritën shumë telefonata për fatin e Merzës. Kemi marrë një telefonat Aida dhe shpresoj që është goxha, domethënë pozitive. Ka marrë një orë që banon atë afër. E një këta jo? Po, shumë. Ndoshta e mirë rrugë të mbahet.
Mirëmbrëma të gjithëve, publikut që sonte kam të ftuar në studio. Mirëmbrëma të nderuar teleshikues që na ndiqni në këto momente nga shtëpitë tuaja, kudo që ndodheni shqiptar. Hapim këtë të mërkur edhe një herë në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur ndër vite. Siç ndoqët nga sekuencat e para të kësaj mbrëmje, dham pikërisht momentet më kyçe të javës së kaluar. Një baba më në fund foli me djalin e tij Valdetin mbas 11 vjetësh, pati informacione shumë të rëndësishme edhe për historinë e Bardalleshit, për cilën ne do ndalojmë sërish sonte, por dua fillimisht të falenderoj të gjithë ata teleshikues të cilët gjatë mbrëmjes së kaluar, por dhe gjatë gjithë javës kanë telefonuar dhe na kanë dhënë informacione për raste që ne kemi publikuar pra të mërkurën e kaluar. Shpresoj që të kemi bashkëpunimin tuaj edhe këtë mbrëmje, por cilat do të jenë raste që ne do të vijojmë sonte. Gjatë ditës së sotme, gjatë programacionit të televizionit publik shqiptar, ju keni ndjekur një promo, ndjekim dhe një herë cilat do të jenë 3 rastet kryesore që ne do të prezantojmë natën e sotme dhe kthehemi më njëherë në studio. Sonte në njerëz të humbur do të ndiqni. Rikthehet çështja Flora Brungës. Çfarë dëshmish të reja kanë ndryshuar destinacionin aktual të vajzës? Në 23 dhjetor të vitit 1981, në Durrës ndodhi një aksident që mori jetën një të riu 24 vjeçar. Pas 30 vitesh, faktet e reja vërtetojnë se nga ai aksident nuk pati asnjë viktimë. Vazhdon itinerari i kërkimeve për Bardalleshin. Në çfarë vendi vijnë dëshmitë që pohojnë për vendoljen e saj të tanishme? Pra të nderuar miq, këto do të jenë 3 rastet kryesore, do të vazhdojmë siç ndoqët sërish me historinë e Bardalleshit, një histori vërtet e cila ka marrë një zhvillim jashtëzakonisht të rëndësishëm edhe gjatë kësaj jave, fal telefonatave tuaja ndihmesës që ju keni dhënë në adresë të emisionit ton për fatin e Bardalleshit, e cila sot duhet të jetë 44 vjeç, por nga viti 1998 ka humbur çdo lidhje dhe çdo kontakt me motrën e saj, me familjarët e saj. Sonte sërish do të jemi në kërkim të Bardhës dhe me ne në studio ndodhet motra e saj, zonja Tone, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gjithashtu, siç ndoqët, do të kërkojmë fatin e një vajze, në ato vite ka qenë vetëm adoleshente, Flora Brunga. Sonte kërkohet sërish nga familjarët e saj, me ne në studio ndodhet motra e saj, motër Vera, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Gjithashtu, siç ndoqët dhe nga promo, do të kemi një histori krejt veçantë sonte, e cila do të zbulohet për herë të parë, ndoshta publikohet për herë të parë pra në një televizion publik, një histori krejt e veçantë, thriller do të thoshja, por me ne në studio ndodhet pra zonja Shani Hoxhaj dhe vajza e saj Mirjana, të cilat do të na tregojnë historinë e tyre. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Mirjana, mirëmbrëma. Do të kemi dhe raste të tjera, të cilat do të publikohen sonte, prandaj ne kemi nevojë për ndihmesën tuaj, doja t'ju bëja thirrje në emër të gjithë familjarëve, të cilët ndodhen me ne në studio sonte. Në qoftë se keni informacione për rastin që ne do të publikojmë sonte, do t'ju lutesha të kontaktonit në numrat tanë të telefonit, të cilët janë të afishuar në ekranin tuaj. Keni 3 numra fiks ku ju mund të telefononi dhe t'jepni informacionin. Gjithashtu në dispozicionin tuaj kompania Plus Mobile, operatori parë shqiptar, i cili dua ta falenderoj nga zemra për mbështetjen që i jep, i vetmi sponsor gjeneral i emisionit Njerëz të Humbur, për mbështetjen që i jep tashmë 2 vjet rresht emisionit Njerëz të Humbur për vazhdimsinë e tij. Atëherë, në dispozicionin tuaj, Plus Mobile ka vënë numrin celular, të cilin e keni të afishuar në ekran, në cilin ju mund të dërgoni informacionin nëpërmjet një mesazhi, nuk ju kushton, ka vlerën e një mesazhi të thjeshtë, të cilin mund ta dërgoni në një celular të çfarëdoshëm. Pra, siç e shikoni, ka shumë mënyra kontakti me ne. Por fillojmë pa humbur kohë, sepse sonte do të jetë një numër i madh rastesh për të publikuar dhe ne kemi nevojë për ndihmën tuaj. Të nderuar miq, hapim dhe këtë të premte në sloganin ton. Le të bashkohemi të gjithë, ju nëpërmjet informacionit dhe ne nëpërmjet kërkimeve tona, le t'i kthejmë të gjithë këta njerëz pranë xhirit familjes. Fillojmë pa humbur kohë me 10 raste pasaportash televizive, raste të cilat ju do t'i shikoni fotot e këtyre personave të humbur ndër vite, kanë humbur lidhjet, kontaktin me familjarët e tyre në rrethana të paditura misterioze. Sonte ne kërkojmë destinacionin e tyre. Ndjekim 10 raste dhe kthehemi më njëherë në studio.
Jemi kthyer në studio, pra këto ishin 10 raset që ne kishim përgatitur për t'i publikuar në hyrjet e emisionit dhe gjatë gjithë zhvillimit të mbrëmjes sotme do të doja pra nëse ju dini diçka për ta persona të vazhdoni telefonata dhe informacionet tuaja në pikat tona të kontaktit, cilët i keni të afishuar vazhdimisht në ekran. Të nderuar miq, unë shpresoj pra dhe besoj në ndihmesën tuaj dhe fillojmë pa humbur kohë me rastin kryesor të mbrëmjes së sotme, siç ndoqët pra edhe javën e kaluar ne prezantuam historinë e Bardalleshit, një vajzë e cila me shumë ëndra për jetën, ëndrat e saj duke u të kushtozuara dhe nga ato lidhjet që familja e saj kishte bërë përpara se ajo të bëhej e vetëdijshme pra për martesën e saj, e kushtozuan dhe e bën të ndryshonte rrjedhën e jetës së saj. Në këtë mënyrë Barda ndahet dhe që nga i moment fillojnë pra ecejaket e saj, që nga i moment ajo vendosi të kërkonte jetën e saj përtej Shqipërisë dhe pikërisht në shtetin italian. Me ne në studio, siç e thash, dhe në fillim ndodhet motra e saj, zonja Tone. Historia e Bardës ka qenë një histori e cila ka bërë bujë jashtëzakonisht të madhe edhe javën e kaluar, zonja Tone, kur ne e kemi publikuar në emision, ka pasur telefonata, informacione, por përpara se ne t'japim gjitha ato dëshmi që kemi grumbulluar. Për momentin do doja t'ju bëja një pyetje pra, gjatë kësaj jave që ka kaluar, që nga e mërkura e kaluar dhe deri sonte, keni pasur në një tentativ, në një telefonat anonime, keni marrë vesh diçka, a është bërë Frani i gjallë, pra Fran Leshi? Ja. Absolutisht asgjë. Ja. E vetë një lajmë që kam një gjuhë fletë për zonjën nga Laçi, e cila ka telefonuar, Po? dhe si pas thonjeve, ajo është një bashkëshatare, aty ku kam pasjetu unë dhe motra, dhe me ata si përsa nuk kam kontaktu, por si pas thonjeve, ajo ka ataku para 5 vjetësh në Laç. Ka bisedu me ta, dhe pasi ka shku në fshatin e linjës temën, ka bisedu me një njeri të vetin aty, dhe ai person i cili ajo ka bisedu, i ka thënë që ti nuk do të flasish pasi ajo ka humbur tash 10 vjet, njerëzit e tyre e saj nuk e din se ekziston, dhe pranë ajo ka hesht. Por me sa duket ajo, jo me sa duket, por ka telefonuar sa herë rasti i Bardhës është trajtuar në studio, ajo ka telefonuar vazhdimisht. Ju keni folur vetë personalisht me këtë zonjë? Ja, nuk kam folur. Do të kthem sërish pikërisht te kjo pikë, duke shpresuar që të marrim informacione pra për vendodhjen aktuale të Bardhës, sepse deri për momentin shumë informacione kanë ardhur, janë hapur shumë pista kërkimesh. Megjithatë, unë do doja të ndiqnim të gjithë së bashku, të nderuar miq, për të gjithë ju që nuk na keni ndjekur javën e kaluar, ne kemi ndërtuar një kronikë investigative bazuar mbi historinë e Bardhës, mënyrën se si ajo ka humbur kontakt me familjarët dhe bazuar në dëshmitë e gjithë atyre personave që kanë telefonuar javën e kaluar dhe kanë dhënë informacione për një vajzë të ngjashme me Bardalleshin. Se ku kanë qenë këto destinacione? Ndjekim insertin dhe kthehemi më njëherë në studio. Në Njerëz të humbur, u prezantua për herë të parë në datën 11 janar 2012, rasti i 44 vjeçares nga fshati Kryezi i Pukës, Bardalleshi. Për shkak të mentalitetit të asaj kohe, ajo u detyrua të ikte pasi kishte qenë e martuar një herë dhe familja nuk mund të pranonte ndarjen e saj. I vetmi person që mbajti lidhjet me të ishte motra e saj Tone, me të cilën ajo shkëputi dhe lidhet në vitin 1998 nga shteti italian. Tone Përleshi ishte e pranishme në studio për të marrë vesh se çfarë mund të jetë bërë me jetën e motrës. Lutjet dhe thirrjet e shumta të saj bënë që shumë telefonues të jepnin ndihmesen e tyre. Informacionet e ndryshme që mbërritin atë mbrëmje bënin me dije se Bardha mund të ndodhej në Itali. Unë atë ka qenë mos grabojnë duke 2007. E kam të quë gocën, e kam në gjua bërës, kam bini kafe me këto, kam bini kafe vetëm, në Mestra, është 7 kilometra larg Venezijës, 3 kilometra larg Mestrës. E thoda 2 minuta nga gocën, më tha mua që jam shqiftare ka jema puka, e kam edhe në Bardha. Këto pak kosa kam zogo, kam punu me Caritasin, sa mua e kam punu me
Megjithatë, pista të shumta hapën për fatin e Bardhës. Telefonatat të cilat nuk rreshtin gjithmonë më shumë, saktësonin se 44 vjeçarja ishte në Itali. Në fakt bëhej fjalë për qytete të ndryshme, dhe një tjetër dëshmi kësaj here vjen nga një telefonues në Milano. Po, aty ka qenë ajo ku ta shumë në qytetin aty në Monza, 2007, 2006. Ajo që fotografia e 100% ajo ishte. Cila mund të jetë pengesa që e mban larg Bardhën nga të afërmit? A ka arritur ajo ta falë familjen e saj, apo t'i harroj problemet e së shkuarës? Këto dilema do të quheshin vetëm nëse vetë Bardha do të thyente heshtin e saj pas 16 vitesh humbje. Pra të nderuar miq, këto ishin disa nga pyetjet që ne kemi hedhur si staf, por edhe të gjithë publikut, të gjithë ata që na ndjekin, ku ndodhi momentalisht Bardha. A do ta thyej ajo këtë akull I cili është zgrumbulluar për vite të tëra apo jo? Kanë kaluar 10 vjet tonë. 10 vjet, 14 vjet. 14 vjet që ju nuk ja keni dëgjuar zërin. Thjesht keni marrë një letër ku ajo ja kishte lënë Franit për të mos ta kërkuar më, se do të vazhdoj jetën e saj, dhe megjithatë askush nuk e di se ku ka përfunduar, ku ndodhet Bardha momentalisht, çfarë drejtimi mori ajo atë ditë, dhe cila është arsyeja pse nuk kontakton me ju, sepse ju keni qenë motra I cila I keni ndonjur më pranë në momentet e saj më të vështira, apo jo? Ndërkohë që javën e kaluar më thatë se nëna juaj është larguar pra nga jeta me një breng për Bardhën, gjithçka në familje ka ndryshuar, nuk ka qenë siç ajo e ka lënë. Njerëzit vjen një moment dhe pendohen për ato që kanë kaluar dhe për ato që kanë bërë në jetë, dhe ndoshta është momenti që ajo të kthej kokën mbrapa, apo jo? Sepse thellë në shpirtin dhe në zemrën e saj unë e di që jo vetëm ti, por gjithë familja keni qenë, pa marrë parasysh kushtet dhe rrethanat në të cilat mori jeta e saj, pra, drejtimin që ajo mori. Por vim pikërisht tek këto informacione që kanë ardhur tek Tuk. Pra, kaloi një javë, u hap sërish plaga, apo jo? Që ju keni tash 14 vjet. Megjithatë, gjatë kësaj jave, më thatë se keni marrë vesh një informacion pra nga një zonjë e cila e ka takuar para 5 vjetësh. Gjithnjë si mas gojdanëve që më kanë thënë, por që unë ju vetë personalisht nuk e njoh dhe as nuk e kam kontaktuar vetë personalisht. Unë dua t'ju them se gjatë gjithë javës, duke marrë shkas edhe nga publikimi I fotos dhe historisë së Bardhës javën e kaluar, ka pasur shumë telefonata, disa dëshmi I ndoqëm dhe nga inserti, por ka dhe të tjera të cilat ne nuk I kemi publikuar, thjesht për të ruajtur pra rrugën tonë të kërkimeve për të mos publikuar asgjë që nuk është e rëndësishme për të publikuar dhe për publikun, por ka pasur pra shumë persona të cilët thonë se e kanë parë Bardhën. Gjithmonë ngelemi brenda shtetit italian. Çudia më e madhe ka qenë kur ne javën e kaluar kemi marrë vesh informacione se një vajzë jashtëzakonisht e ngjashme me Bardhën është parë këtu në Tiranë. Është parë pra në verën e kaluar, është parë para vitit 3 dhe gjatë periudhës mbas vitit 3. Madje është dhënë edhe një lagje në qendër të Tiranës. Ne kemi bërë kërkime, kemi rreth çdo informacioni që ka ardhur në adresë të Bardhës, kemi filluar me njëherë kërkimet për të pyetur nëse flisnin për të njëjtin person apo kishim të bënim me ngjashmëri personi, pasi kanë kaluar shumë vite apo jo. Dhe ne nuk e dim se si mund t'jetë pamja e saj e tanishme. Sot ajo duhet t'jetë 44 vjeç. Sa vjet ka qenë kur është larguar nga Shqipëria? Ka qenë rreth 20 vjeç. 23 vjeç. 20 vjeç. Tone, javën e kaluar neve prap ngelëm dhe I bëm një thirrje Bardhës, ose ju, siç I thoshit, Bardhe, apo jo. I bëm një thirrje në qoftë se ajo do të ndiqte emisionin ton, thjesht të telefononte. Do të doja sërish të thonte pra, për të gjitha ata persona që e din ku ndodhet momentalisht që ne flasim, por dhe në qoftë se Bardha I është thënë pra lajmi se motra e saj ka dalë në një emision televiziv dhe e kërkon, çfarë do t'i thoshe Bardhës? Në rrallë parë dhe I kërkoja falje
në emër gjithë familjes. Dhe do t'ju lutesha me gjithë shpirt që ajo të bate gjallë, qoftë nëpërmjet një telefonate. Pastaj, nëse ajo do, le të kthehet. Nëse ajo nuk do, vetëm t'i ngjojnë zonin dhe asgjë më gjatë. Të shohë jetën e vet, vetëm se ta di se ajo ekziston, është e gjallë dhe jeton. Asgjë më shumë nuk kërkoj nga bërë. Tonë frika me madhe është pra është gjallë apo jo? Kjo është e gjitha për mu, kjo, jo vetëm për mu, po për gjithë familjen time. Për të gjithë. Më thatë javën e kaluar se në momentin që ju keni humbur kontaktin me të, ose kur Frani ju ka sjell letrën, pra dhe gjitha ato sendet e saj, më tej ju keni marrë vesh për një kufom që është gjetur pra në një lumë. Në fshatin Adratik aty ku unë jetoj. Por fatkeqësisht unë nuk, shumë njerëz e kanë pa aty, para se të vinte policia, por nuk kam qenë atëherë, nuk e di se ku kam qenë dhe nuk e kam pa. Kam marrë dhe jam interesu fill të Telenurba shqiptare, dhe atëherë ma është thanë që e kemi dhënë vetëm si lajmë dhe nuk ekziston si kronik. Nuk e di nëse sa ishte e vërtet, por kam një gjuhë gojdhana përsëri se ajo kufom dikush domethënë e ka njoftë dhe nuk i përket që flarë më tërsin. Por e që tjetë e vërtet kështu. Pasi mu më kanë thënë që aty kanë shku njerëz e interesu dhe e kanë marrë dhe e kanë varos, nga morgu e kanë varos atë person. Gjithë një flasë si mas thanë. Duke marrë parasysh se ju kishit ardhur pra, kishit zbritur nga fshatit ku jetoni dhe kishit ardhur aty ku jetoni momentalisht, dhe Bardha ishte në dieni të kësaj lëvizje që ju do bënit? Po, por se tikte në Itali... Pa të bërë një bisedë me të? Po, kisha bisedu me ta dhe kisha të regu që si do t'jetë puna, ku do të shkonte, unë do largoje, kisha dhënë komplet adresin ku do zhvendosësha. Pra do më thënë nga fshati ku isha në Puk, aty ku kam rë. Dhe ajo kishte adresën time plot. Me njëherë, ajo ka shku në Mars, unë jam bull në Shkurt, në Mars ajo ka ikë në Itali, por gjithë një pa o ta ku borë dhe pa ditë se ajo ka arqysh në Shkurt dhe ka jetu në Laç. Kur thoni ka jetuar në Laç, më vonë, keni marrë verë se ku ka jetuar në Laç? Të thamë drejtën nuk jam interesue, pasi unë shkëmbeshja letra me ta, dhe si që kam thënë javën e kaluar, ajo ka ardhë në verën e vitit 96, është largu 95, dhe ka ardhë në verën e vitit 96 me dokumentat të rregullta. Dhe për 2 vjetë rresht ka ardhë 2 apo 3 herë në vit. Këto 2 vjetë rresht kur ajo vinte tek ju? Vazhdimisht ka pasur vetëm të konë. 96, 97, tjerë në 2 tetor të vitit 97 që ka qenë është largu nga Shqipëria për herë të fundit me sa më e men. Ndoshta nuk gabohem. Edhe më ka premtu që do më thënë më ka thënë që për vit ri nuk ka mundësi më arë, pasi ishte ardhë 2 herë, edhe në gusht, edhe në fund të shtatorit. Javën e kaluar kanë ardhë disa informacione, kemi pasur disa telefonata me personat cilët deklaronin se e kanë takuar Bardhën, madje një zotëri ka thënë se unë e kam takuar atë së bashku me një vajzë tjetër shqiptari, jetoni në Rom, dhe deklaronte se Bardha ishte bashketonte ose ishte martuar me një italian, me një shtetas italian. Nuk e di më është Bardha apo jo, apo thjesht zotëria pra bazohet tek foto, por ai këmbgulte dhe deklaronte se ajo është Bardha, unë e di historinë e saj. Pra, si ky zotëri ka pasur dhe informacione të tjera të marrë nga burime të ndryshme. Megjithatë, përpara se ne të flasim me gazetarë dhe t'japim pikat më konkrete të këtyre informacioneve, pra në çfarë zona, nga të cilat zona konkretisht vijnë këto informacione, të nderuar miq, duhet të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, mos u largoni sepse menjëherë do të lidhemi dhe me korespondenten tonë në Itali, e cila gjatë gjithë kësaj kohe ka vazhduar dhe ajo së bashku me grupin e saj të vullnetarëve kërkimet për bardhalleshe në shtetin italian. Menjëherë mbas reklamave shumë të shkurtra, ju lutem mos u largoni.
të përket ty. Do t'ishte mirë që gjërat I shohim në dimensionin e tyre të vërtet. Plus thyen kufit dhe çliron komunikimin mes shqiptarëve me një promocion të thjeshtë dhe të qartë. Me promocionin Dimensioni Plus, ju paguani 1.2 lek për minut për thirrjet brenda rrjetit dhe 12 lek për minut për thirrjet me të gjithë operatorët e tjerë, si dhe 1 lek për SMS brenda rrjetit dhe 6 lek për SMS me të gjithë operatorët e tjerë kombëtar. Plus, të përket ty. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, pra për të gjithë ju që sapo hapët ekranin tuaj, ndodhemi në valët e televizionit publik shqiptar në një emision të drejtë për së drejtë në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Ishim duke folur pikërisht për historinë e Bardha Leshit dhe me sa duket vazhdojnë të vinë telefonata dhe informacione të cilat menjëherë I kanë kaluar dhe korespondentes ton pra në Itali e Dlirës. Megjithatë përpara se ne të shikojmë se ku jemi pra me verifikimet që bëhet momentalisht në kohë reale në shtetin italian, do doja t'ju jepja fjalën gazetarëve të më bënim një përmbledhje me gjitha informacionet që kanë ardhur javën e kaluar, verifikimet që ne kemi bërë dhe ku jemi për momentin. Po Stella. Folgjërësisht për historinë e saj, informacionet që janë të shumta dhe të ndryshme, të cilat kryesisht janë përqendruar në Itali dhe kryesisht në qytete të ndryshme. Do t'i vënë një rrjet kronologjike që duke filluar që për vitit 2001-2002 telefonues të ndryshëm kanë thënë se e kanë takuar në Venecia. Aty Bardha I ka thënë telefonuesit se ka pas një makinë dhe sipas të dhënave, domethënë dokumentat e makinës, domethënë që ky ja ka kaluar, ja ka shitur, domethënë dhe ky Bardhe, domethënë mor një makinë për këtë person. Deklaron pra se ka takuar ose më mirë ka marrë makinë nga një zonjë me emrin Bardhe. Nga një person dhe dokumenta domethënë u bën në emrin e saj. Po. Domethënë e bëri me dokumenta të rregullta. Përsëri kalojmë në Itali kësaj radhe në një tjetër qytet dhe I përket vitit 2006-2007 në Monza të Milanos. Përsëri është prezantuar me emrin Bardhe, ka theksuar se ishte nga Puka dhe gjithashtu ka deklaruar se ka qenë dhe një herë e martuar në Shqipëri. Domethënë këto të gjitha vijnë nga shteti italian dhe domethënë me siguri të gjithë pohojnë se është nga Puka dhe quhet Bardhe. Një informacion tjetër përsëri I përket vitit 2007, bëhet fjalë dikush një person që ka udhëtuar me të në një tren nga Bologna dhe ishte e shoqëruar me një person, me një shtetas italian. E qënë periudha e shtator 2007. Edhe bisedë theksojmë Stella, pra këta persona bazojnë vetëm tek foto, sepse për momentin e nuk e dim është Bardha apo jo. Jo, ato kanë kryer biseda me të, domethënë kanë bërë goxha bisedë dhe nga biseda që kanë kryer, kjo ka deklaruar se quhej Bardhe dhe ishte nga qyteti I Pukës, domethënë të bëjnë të mendosh që mund të ketë qenë I njëjti person. Duke parë edhe dialektin që dukej domethënë që kishte qenë veriore dhe pohojnë se mund të jetë me bindje kjo zonjë që neve kërkojmë. Përsëri kalojmë në informacion tjetër, përsëri I përket vitit 2007, të radhe në Marghera, është një zonjë që ndodhet 7 km larg Venecias. Aty përsëri telefonuesi e kishte takuar dhe kishte biseduar me të, ka punuar si kamariere, madje informacionin e ka dhënë dhe pronari italian, I cili është shprehur se është një shqiptare e cila në fakt quhet Bianca, ja ka prezantuar. Dhe ishte përsëri nga Puka. Thënte me dije që ishte veriore dhe ishte nga qyteti I Pukës. Ishte për me dije që kishte punuar më përpara se të vinte në këtë lokal, tek Caritasi në Venecia. Nuk dim nëse kemi përsëri të bëjmë me të, por janë disa informacione që faktikisht duken sikur janë të ngjashme me njëra tjetrën edhe nga paraqitja jashtme edhe nga gjitha të dhënat që korespondojnë me të dhënat e saj apo me moshën, me datëlindjen edhe... Stella, vim pak tek informacioni që morëm brenda territorit të Shqipërisë. Javën e kaluar, pra gjatë emisionit, gjatë zhvillimit të emisionit, erdhi një informacion se Bardha ishte parë në Tiranë. Pikërisht është dhënë një vend, pra se ku ishte parë, afër urës së tabakëve. Kemi kontaktuar pra me personat të cilët kanë dhënë këtë informacion dhe për momentin ju kemi sugjeruar ta shikojnë dhe njëherë foton nëse flisnin për të njëjtin person apo jo. Mbasi e kanë parë foton kanë deklaruar se ndoshta janë ngatruar pasi nuk ishte njëjti person.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë pra se ne nuk verifikojmë dhe informacionet të tjera për të gjithë ju që e keni parë të person. Sot ajo duhet të jetë 44 vjeç, ndërsa foto e saj është një foto të dërguar pra nga Italia gjatë kohës që ajo jetonte atje motrës së saj. Nuk e dim se si mund të jetë pamja e saj sonte, megjithatë të gjithë ju që e keni takuar, e keni njohur Bardhën, dini historinë e saj, dini se ku ndodhet ajo momentalisht, do t'ju lutesha menjëherë të kontaktonit me emisionin tonë për të na dhënë informacion në lidhje me fatin e saj dhe në lidhje me pra vendin ku ajo jeton momentalisht. Dua të them se më thonë kemi një informacion shumë të rëndësishëm, madje ka ardhur në rrugë zyrtare. Dhe kjo është për momentin, kjo do të na heqi pra mendjen nga ajo çfarë kishte ndodhur pra, që ne përmendëm pak më përpara nga ajo kufom që ishte gjetur pikërisht në vitin 1998, gjatë kohës që Bardha ka humbur kontaktet me juve. Dua t'ju them zonja tone, por pak më vonë do të japim informacionin të detajuar se kemi një lajm të mirë, i cili na çon deri në pra mbas viteve 98, sepse të nderuar miq, ne na intereson të dim kush e ka parë Bardha Leshin mbas majit të vitit 1998. Nëse ka persona që e kanë parë mbas kësaj kohe dhe deri në këto momente që ne flasim, do t'ju lutesha të kontaktoni me emisionin tonë. Ajo që ne kërkojmë prej saj, pra nuk duam të hyjmë në jetën e saj private, është jeta e saj dhe i përket vetëm asaj, thjesht duam të dim është gjallë apo jo. Motra e saj ka humbur lidhjet me të që nga viti 1998 nuk kanë pasur asnjë kontradikt me njëra tjetrën, madje Bardha sa herë vinte në Shqipëri, shkonte tek motra e saj, kanë pasur lidhje në korrespondent nëpërmjet letrave dhe rastësisht pra motra ka marrë vesh nga një person i quajtur Fran Leshi, i cili kohët e fundit ka jetuar me Bardhën, se Bardha i ka lënë një letër këtij të fundit duke i thënë se unë do të largohem dhe do të shikoj jetën time. Që nga ai moment në këtë mënyrë pra edhe familjarët e saj, motra e saj, zonja tonë e cila ndodhet me ne në studio, ka humbur kontaktin me Bardhën. Kjo është arsyeja pse ajo ka ardhur në emisionin tonë thjesht për t'ia dëgjuar zërin dhe për të rilidhur pra edhe njëherë kontaktet me të. Unë do të doja tje, po, Stella, kemi diçka tjetër për momentin? Në fakt, edhe natën e sotme, shikoj që kanë ardhur dhe disa telefonata të tjera, shikoj që i përkasin edhe territorit shqiptar, gjithashtu edhe jashtë territorit shqiptar, që mbetemi përsëri në Itali, shikoj Silvën që është duke marrë një informacion goxha të detajuar. Atëherë, do të presim derisa Silva ta mbaroj telefonatën dhe të shikojmë se çfarë informacioni është. Unë doja të thoshja, zonja tone, se kemi informacionin i marrë në rrugë konfidenciale, por zyrtare, një informacion shumë i rëndësishëm, marrë nga korespondenti ajo në aty i cili çfarë thot Benard. Pra, çfarë na thotë Lira, e cila momentalisht ne kishim programuar sonte të bënim një lidhje pra direkte telefonike me të, por është duke u verifikuar një informacion shumë të rëndësishëm po për Bardhën, por kemi marrë vesh se në rrugë zyrtare deri në vitin 2006, kjo është lajm shumë i mirë, Bardha është shëndosh e mirë dhe figuron pra si banore e qytetit të Romës në Itali. Apo jo, Benard? Po, sa po e thatë përmbajtjen e informacionit, në fakt kjo ishte paka shumë thelbi i asaj që biseduam me bashkëpunëtorin tonë Lirën para pak minutash. Ajo donte ta thoshte vetë drejt për drejtin në ajër, por është duke verifikuar po ashtu një tjetër informacion që ne i kemi dhënë para pak minutash. Dhe siç e tha dhe ju, ka verifikuar se Bardha Leshi me të njëjtën datë lindje dhe me të njëjtat të dhëna siç ne ja kemi përcjell, ajo figuron si qytetare e Romës, ose më saktë banore e Romës, deri në muajin prill të vitit 2006. Më mbrapa, ajo është vendosur në një tjetër vend, por ende nuk mund ta përcaktojmë nëse është zhvendosur jashtë Italisë apo ndodhet po prapë brenda Italisë. Në fakt, ne shpresojmë, shpresë më të madhe kemi se ajo vazhdon të qëndrojë ende brenda Italisë. Por gjithsesi kjo mbetet për tu verifikuar në ditët në vazhdim, ndoshta pse jo mund ta verifikojmë që sonte. Unë e di që na ndjekin shumë shqiptar nga Italia dhe do gjej rastin që t'i lutesha, nëse njohin zonjën në fotografi që regjia po transmeton në këto momente. Ajo quhet Bardha Leshi, ju lutem na ndihmoni që të bijmë në gjurmë të saj. Atëherë tonë është lajm shumë i mirë, sepse nga 98-a deri në 2006, deri në momentin që ne flasim ne nuk dinim asgjë për Bardhën. Është vërtetuar se në 2006-ën shenja e jetës së saj është regjistruar me dokumenta të rregullta si banore e Romës. Pra, ky lajm na heq frikën se mos ndoshta në 98-ën dhe në momentin që ajo ka lënë letrën, mos ndoshta në dëshpërim e sipër kishte bërë diçka me veten e saj, me jetën e saj.
Ky është lajmi më i mirë të paktën deri në 2006 kemi shenja jete. Kjo është kryesorja. Mbas 2006 dhe në këto momente që ne flasim, ku ndodhet Bardha? Unë do t'ju lutesha edhe një herë të nderuar miq, në qoftë se e keni parë këtë vajzë, por thet vetë Bardhës, nëse na ndjek le të përgjigjet në telefon, të flasim me tonën sonte dhe të qetësoj motrën e saj, por gjithë familjen, të cilët nëpërmjet emisionit dhe nëpërmjet vetë ekzistencës së tonës në studion tonë i kanë kërkuar falje për të gjitha ato që kanë ndodhur. Atëre, unë do doja t'ja japja fjalën Silva. Silva, çfarë kemi marrë në informacion mbas 2006-s, kemi diçka tjetër më konkrete? Bëhet fjalë për para 4-5 vjetësh, zonja nuk ishte me siguri domethënë për vitin, por për para 4-5 vjetësh. Zonja na pohon që Bardhën e ka atakuar në Laç, jam shumë e sigurt, në Laç, në atë kohë ajo jetonte me një shoqen e saj, e cila quhej Age. Ajo jeton në lagjën numër 2 në Laç. Kanë qëndruar bashkë, domethënë, në këtë shtëpi, pastaj së bashku me Agen dhe me vajzën e saj janë larguar në Itali. Zonja flet me siguri që Bardha është shëndoshë mirë, është gjallë dhe jeton në Itali. Faktikisht nuk ka një numër telefoni të kësaj shoqes, por do mundohet që na ndihmoj që ne të lidhemi. Emër mbi emër përveç emrit Age, mbi emrin e saj e di? Zonja di vetëm emrin e zonjë, vetëm emrin Age, që quhej Age, shoqja. Dhe bashkë jetojnë në Itali, gjithashtu ka pohuar se Bardha në atë kohë bashkëjetonte me një zotëri italian. Ndërkohë kemi një po? Vajza e Agës është quhet Valbona. Pra, Agja dhe Valbona janë nën e bij dhe të dyja mendohet se përpara 4-5 vitesh, siç e tha dhe Silva, kanë jetuar së bashku me Bardhën në Itali. Atëre, ku jemi përqendruar? Telefonusja thot është i njëjti person. Po, është i njëjti person. Atëre, ka marrë 2 herë. Mendohet se para 4-5 vitesh ka ardhur në Laç dhe ka jetuar tek shtëpia e kësaj zonje të quajtur Age, e cila ka pasur një vajzë me emrin Valbona. Edhe njërë për gjithë qytetarë që në ndjekin momentalisht nga Laçi kanë jetuar tek lagja numër 2, një zonjë me emrin Age me vajzën e saj Valbona. Mendohet se Bardha ka jetuar atje dhe pastaj të gjitha së bashku kanë shkuar në Rom. Edhe njërë dim vetëm emrin e zonjës Age, ndërsa mbi emrin nuk e dim. Mund të kemi pasur ndonjë atëherë për të njëjtin informacion ka marrë sërish zonja. Unë do t'i lutesha edhe njërë në qoftë se do t'i kujtohet pra mbi emri i zonjës Age, pra emri saj i plot, sepse kështu do të na ndihmonte, ndoshta na ndjekin familjarët e saj, ndoshta ajo vetë mund të na ndjeki për të marrë vesh në qoftë se vërtet Bardha ka qenë në Laç apo jo. Për para 4-5 vitesh, nuk e dim këtë, vetëm e saktë dhe zyrtare për momentin është se deri në 2006 ajo ka jetuar në Rom dhe kjo është parë në regjistrat themeltar, pra nga zyrat për emigrantët në Rom është parë emri Bardhës të dhënat e saj, është me dokumentat të rregullta, ndoshta tani mund të ketë marrë dhe pasaport italiane, sepse kanë kaluar shumë vite, gjithsesi jemi në pritje për çdo informacion dhe të re që ju do të keni sonte për Bardha Leshin. Atëherë kemi diçka tjetër. Po? Ta thash i përkasin territorin shqiptar, për para disa vitesh, 4-5 vjetësh, të ardhë një informacion i mbritën tek Seda, faktikisht. Bardha ka ndenjur Laç, për zonjën Aget, ka telefonuar sërish personi që ka dhënë informacion dhe ka treguar se kjo zonjë ka qenë shitse tek tregu i rrobave të lira në Laç. Kështu që duhet ta njohin shumë persona në Laç, pasi ka pasur një dyqan aty. Nuk e mban mend mbi emrin? Mbi emrin jo, por do thotë që duhet të jetë e njohur pasi ka pasur një dyqan tek tregu i rrobave në Laç. Zonja Age pra ka një vajzë me emrin Valbona, ka pas një dyqan tek tregu i rrobave në Laç. Shpresoj të na ndjekin sonte nga Laçi për të gjithë këta persona të cilët ndoshta e njohin këtë zonjë, do t'ju lutesha të kontaktonin me emisionin ton. Tone, ke për të shtuar diçka? A ke për të thënë diçka? Ju keni dëgjuar ndonjëherë nëse ajo pra ka njohur ka pasur ndonjë shoqe me emrin Age? Siç kam thënë dhe rrallën e kaluar, ajo ka pas shumë shoqe, sepse ka qenë shumë e shoqërueshme. Por në emër të veçantë unë nuk di. Ju keni thënë se edhe përpara se ajo të largohej në Itali ka jetuar në Laç apo jo? Po nuk e di se ku. Mbasi është ndarë pra me ish burin e saj, ka jetuar në Laç, por pra ka pasur njohje në Laç. Për sa kohë ka ndonjur në Laç, përpara se të largohej në Itali?
Pak pora se të vijan nga fshati, aty në Laç ku unë banoj sot, pak ditë pora mund të ketë arre, se kam qenë tek ajo dhe ka qenë dhe ajo tek unë. Dhe gjithë shka kemi bën të qartë njëna tjetërës. E kuptoj. Se ajo do ikte, dhe unë do ikësha nga i fshat dhe do stabilizosh aty ku jam sot. Ju momentalisht jetoni brënda në Laç apo në një fshat? Ja, unë jam një fshat që quhet Adriatik, poshtë Laçit. Poshtë Laçit. Po. Dhe në të njëjtën kohë ne kemi jetu, njëjtin vend, por pa ditë. Keni jetuar në të njëjtin vend, po por pa ditë dhe pa se ku është ajo, apo ajo pa ditë për mua se ku jam unë. Por pasi ka ardhur ajo në Shqipëri, unë them drejtën nuk e kam pyet shumë. Pasi mendova se gjithçka do shkoja ashtu si kishte fillimin, do vazhdonte. Pa ditë se çfarë do ndodhte më tej. Po, më tej. Atëherë ku jemi për momentin? Po Dorina. Kam bërritur një telefonat dhe zotria thot që të shtunën e kaluar në Savona, afër Gjenovës, në Itali, ka takuar rastësisht Bardalleshin. Bazohet tek foto? Bazohet tek foto dhe gjatë bisedës që ka bërë me Bardën, ka thënë që ka punuar në qendrën Caritas. Atëre, falenderoj të gjithë ata të cilët janë duke na ndjekur momentalisht. Unë jo pa qëllim gjatë zhvillimeve të emisionit, i cili është i drejtë për së drejtit, nderuar miq, ju bëj thirrje gjithë atyre kur ne kemi nevojë për ndihmë. Dhe pikërisht në këto momente, menjëherë qytetarët e Laçit janë vënë në dieni dhe kanë dërguar dhe mbiemrin e zonjës. Atëre, do t'i luteshim zonjës Age Laska, nëse na ndjek, kanë deklaruar pra nga Laçi dhe thonë se ajo është zonja e cila ka një vajzë me emrin Valbona, do t'i lutesha edhe një herë nëse na ndjek momentalisht të telefonoj me njërë në emisionin tonë për të marrë vesh nëse ka njohur Bardalleshin dhe nëse para 4 vjetësh Barda ka qenë në shtëpinë e saj në Laç. Pra Age Laska është marrë emri i plot. Do t'i lutesha në emrin e familjarëve të Bardës, në emrin e motrës së saj, pra nëse e ka parë Bardha, nëse ka jetuar pra me të, do t'i lutesha të kontaktonte me njerë me emisionin tonë. Dhe gjithashtu duat falenderoj gjithë ata që na ndjekin momentalisht nga Laçi dhe janë duke na ndihmuar në lidhje me këtë histori. Për sa i përket Fran Leshit, ngelemi pak te Frani, sepse Frani është personi i fundit që e ka parë, apo jo? Frani është personi i cili ka marrë letrën e Bardhës. Ne javën e kaluar kemi bërë një thirrje, por kemi tentuar të marrim vesh se ku jeton momentalisht ky person. Jemi në verifikime sipër në kërkime edhe për Franin. Megjithatë, ju gjatë kësaj jave, pra keni marrë ndonjë telefonat apo keni marrë vesh se ku ndodhet Frani, çfarë është bërë me të? Jo, unë nuk kam marrë, jo vetëm kësaj jave, po qysh në 16 maj të vitit 1998. Që atëherë ju nuk kam marrë asi live, asi telefonat për ti. Frani vetë ka jetuar në Laç me familjen? Frani ka jetuar në fshatin Gurz, të rrethit Laçit. Në fshatin Gurz? Të rrethit të Laçit. Të rrethit Laçit. Fran Leshi. Po, unë kam shku disa herë, sepse unë e di se ku ka pas jetu Frani. Dhe me njerëzit që kam kontaktu aty, më thonë që nuk ka arma në Shqipëri. Pasi gjithë familja ti emigrojnë. Në Itali, dje në Amerikë, lajti. Dhe pra nuk ka asë njëri mbrapa? Nuk ka asë njëri, gjithë vlezit pra emigrojnë. Ka qenë një vlla tjetër që ka pas jetu në Milot, por ata nuk e njoh. Nuk e di, as nuk e di se ku jetën. Dhe jam interesu edhe atje, por nuk më kanë dhënë gjithë persona që i kam pyet përgjigjen se ne nuk e njohim. Tonë me sa shikoj ka shumë telefonata, sonte ka shumë persona që na ndjekin po se da. Në më telefonet dhe tha kjo personi në Puka jeton në Amerikë tani e ja ka thënë Paçaraku i cili quhet Kë i ka dhënë këtë? Po. Jo emra publik. Po, e kuptoj. Atëre, ka ardhe informacion tjetër i cili ngellet për të verifikuar gjithsesi ka personat cilët ndoshta duan të na ndihmojnë pra për të na bërë një lidhje me Frani dhe me rrethin e tij familjar, po?
Alo, mi mbrëma? Po, ju dëgjoj, zotri. Po? Po?
vesh, pra. Kemi diçka tjetër, Visi? Tani gjithmonë duke besuar mbi vërtetësinë e informacionit që Agja, më falni, Bardha gjatë periudhës ka jetuar në Shqipëri, ka jetuar tek familja e Agës, do të them se Valbona në fakt nuk është vajza e Agës, por është motra e saj, dhe ndërkohë vajza quhet Nertila dhe është e martuar dhe jeton në Bulqis. Ndërsa Agja nuk jeton më në Laç, por jeton në Itali prej një viti. Kështu që informacionin e kam marrë nga një familjar sërish i Agës, ishte një kushërir e Agës. Ishte në dieni nëse kishte jetuar? Nuk ishte në dieni për këtë histori, gjithsesi do të përpiqet brenda natës sotme që na japi numrin telefonit të Agës. Atëherë kemi diçka tjetër, Silva. Zonjë telefonon dhe dëshiron të pyesim domethënë zonjën tonë, në qoftë se është në dieni nëse vllai i Franit quhej Petrit. Nuk e di nëse zonja në telefon pohon që një zotëri me emrin Fran Leshi ka një vllaj Petrit i cili jeton në Amerikë dhe në qoftë se është Frani që ne kërkojmë, ajo mund të na ndihmojë. Përsa e përket Franit edhe unë kam marrë një informacion shumë të rëndësishëm, ndërkohë do t'i lutesha, pra nëse ai na ndjek, do t'i lutesha të kontaktonte me emisionin tonë për të marrë vesh se si janë ndarë me Bardhën dhe nëse ajo ka thënë diçka më tepër që ndoshta familjar për momentin nuk e din, dhe ne do t'jemi në pritje. Do t'jemi në pritje të çdo informacioni telefonate që ju pra keni për të na dërguar nëse dini vërtet diçka të saktë për fatin e Bardhës. Do të kalojmë në një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, mos u largoni sepse sonte kemi për t'ju thënë shumë histori të tjera. Do të kemi një histori që thash në fillim të emisionit krejt të veçantë thriller, një histori e cila do të na kthejë vite mbrapa për të zbuluar fatin e një djali i cili është dukur në rrethana misterioze. Kthehemi më njëherë mbas reklamave. Plus të përket ty. Do t'ishte mirë që gjërat i shohim në dimensionin e tyre të vërtet. Plus thyen kufit dhe çliron komunikimin mes shqiptarëve me një promocion të thjeshtë dhe të qartë. Me promocionin Dimensioni Plus, ju paguani 1.2 lek për minut për thirrjet brenda rrjetit dhe 12 lek për minut për thirrjet me të gjithë operatorët e tjerë, si dhe 1 lek për SMS brenda rrjetit dhe 6 lek për SMS me të gjithë operatorët e tjerë kombëtar. Plus, të përket ty. Jemi kthyer në studio të nderuar miq, për të gjithë ju që sapo hapët ekranin tuaj, ndodhemi në një emision pra të drejtë për së drejti në valët e televizionit publik shqiptar në kërkim të fatit të personave të humbur dhe të zhdukur. Dua të falenderoj të gjithë ata të cilët janë duke informuar në këto momente për fatin e Bardha Leshit, një vajze 44 vjeçare për momentin e cila ka humbur kontaktin me familjarët e saj nga viti 1998, nga maji 98-s, dhe deri në të momente që ne flasim nuk është bërë me gjallë për motrën dhe për familjarët e saj. Me sa duket Bardha jeton në Itali, pra këto janë të dhënat e fundit që kemi grumbulluar për momentin, ndërkohë që unë do doja të pyesja gazetarët, nëse kemi dhe ndonjë përgjigje pasi korrespondentja jonë në Itali, në Romë, është duke verifikuar hap mbas hapi informacionet që dhe policia italiane nëse ka për Bardha Leshin. Atëherë, ku jemi për momentin? Jeni lidhur me Elvirën, keni marrë vesh diçka më konkrete? Po. Atëherë, jo duat të theksoj domethënë që kanë ardhur në lidhje me Franin, kanë ardhur mesazhe që na tregojnë për një vendodhje të tij. Një mesazh flet për në Treviso, ndërsa tjetri thot për në Venecia. Të shpresojmë që të paktën jenë vendodhje të sakta, të paktën njëra nga këtyre të jetë e sakta. Si është ndarë me Bardhën, nëse ka dëgjuar gjatë të gjithë kësaj periudhe diçka tjetër më tepër për fatin e saj. Ndërkohë, ka pasur ndonjë informacion mbas 2006-s, të paktën deri në 2006 ne dim se ka qenë në Rom, zyrtarisht. Bërë dhe apeli, pasi jemi të interesuar duke qenë se zyrtarisht është vërtetuar që deri në vitin 2006 Bardha ka jetuar në Rom, në Itali, doja të bëja thirrje pra gjithë atyre që do na japin informacionet, të na telefonojnë dhe të na tregojnë për se çfarë ka ndodhur me Bardhën pas vitit 2006. Pra, pasi deri në këtë vit është vërtetuar se ajo ka qenë gjallë dhe ka jetuar në Itali. Pra jemi të interesuar për informacionet dhe për të dhënat rreth Bardhës pas vitit 2006. Pas 2006. Thjesht ne nuk duam të hyjmë në jetën e saj, nuk duam të dim pra se çfarë jetë bën ajo momentalisht, duam të dim vetëm nëse është gjallë apo jo, t'ia dëgjojmë zërin, të lidhet me motrën e saj dhe në këtë mënyrë përfundon historia. Pra, thjesht duam të krijojmë pra një
lidhse ndërmjet bardhës me motrën dhe me familjarët e saj. Do t'jemi në pritje atjere, do t'jemi në pritje se me sa duket spushojnë telefonat, ka shumë telefonata, falenderoj gjithë emigrantës shqiptarë që në ndjekin momentalisht nga Italia, pasi janë vënë në lëvizje, ndërkohë që më thonë se dhe Edlira është duke bërë pra verifikimet e saj në Romë, atëherë në qoftë se do të kemi diçka më të re për sa i përket verifikimeve aktuale, të cilat i bën korespondenti ajon atje, do të kërkoja një lidhje ose do të ma transmetonit ju. Në këto momente, le të publikojmë raste që vinë nga Kosova, Maqedonia dhe Malizi. Stafim ka përgatitur pra disa pasaportat cilat do të prezentojnë tek ju të nderuar miq, dhe nëse keni informacione për ta do t'ju lutesha të kontaktonit me emisionin ton. Fillojmë me historinë e parë, Bernard. Prezentojmë rastin e Valdet Elshanit, i cili aktualisht duhet të jetë 43 vjeç, i lindur në Rahovec të Kosovës, dhe ka shkputur kontaktet me familjarët në qershor të vitit 1994. Në fakt, një vit përpara sa të shkëpuste kontaktet, personi në fjalë, Valdet Elshani, pra, kishte emigruar në drejtim të Zvicrës. Më pas, për shkak të disa problemeve të ndryshme të paktën kështu siç janë sqaruar dhe familjarët tek ne, ai është larguar në drejtim të Çekisë dhe nga ky vend, edhe pikërisht nga muaji qershor 94 ka patur dhe kontaktin e fundit me familjarët. Jemi duke ndjekur dhe foton e tij për momentin, kërkojmë ndihmë momentalisht nga Çekia, apo jo? Në çfarë është bën nga familjarët? Familjarët ndodhen në studio, ndoshta mund të na sqarojnë ndonjë detaj më tepër. Atëherë me ne në studio pra kanë udhëtuar nga Kosova familjarët e Valdet Elçanit, zoti Sinan, baba i tij dhe zonja Anushe, nëna e tij. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Do doja të merrin mikrofonin. Përshëndetje, zoti Sinan. Pra, edhe njëherë ju keni humbur kontaktin me djalin tuaj nga qershori vitit 1994 nga Çekia, apo jo? Ashtu po. Sot ai duhet jetë 43 vjeç. Ashtu. Në Çeki, në çfarë qytetit Çekis ka jetuar dhe me çfarë është marrë aty, cila ka qenë kontakti i fundit që ju keni pasur me Valdetin? Me Valdetin kemi qenë kontakt deri me 98-ën. Ai ka jetuar në qytetin Pelzen. 98-ën apo 94-ën? Ja, 98-ën. Deri në 98-ën? 98-ën jemi kontaktu. Po, keni kontaktuar? Gojarisht kemi bisedu me ta. Kemi kon djeni. Po, nga çvendi Çekis ai telefononte? Telefononte në qytetit Pelzen. Si? Pelzen. Pelzen. Ja. Aty ka jetuar kohët e fundit? Ka jetuar edhe në lagjen Venica 12. Aty ka jetuar për sa kohësh? Ka jetuar aty në diku 94 deri me 2000-ën. Deri në 2000-shin. Këtë informacion se ai ka jetuar aty deri në 2000-shin nga e keni, sepse ju keni humbur lidhjet me të në vitin 1998, apo jo? Qashtu, ashtu. Kush ju ka thënë se ai deri në 2000-shin ka vazhduar të jetojë atje? Pra mbas 98-ës? Po, mbas 98-ës ai sipas dhënave njerëzve, ai ka kaluar në Angli, në Londër. Ka kaluar në Angli? Po, sipas dhënave informatëve popullatës. Ju thjesht kontaktin me të e keni humbur nga Çekia, apo jo? Po, nga qyteti Pelzen. Ashtu. Në telefonatën e fundit, kontaktonit me telefon me të? Jo. Me letra? Me çfarë? Me asgjë hiç. Si lidheshit me Valdetin? Apo thjesht... Po, mënoj i 98-ës. Po? Me telefonat, jemi dëgjuar rregullisht. Në telefonata çfarë ju thoshte? Pra, me çfarë merrej aty? Thoshte jam shnoshe mirë, më s'kini dert për mua, unë jam tyrë në mirë, do të vi sot, do të vi nesër, kemi pas kontaktet mira. Po kur filloi lufta në Kosovë, neve na bëj dom lufta, si njerëz, ashtu edhe materialet tonë sanët, një vllai i tij ka humbur, gjatë bombardimit me 2 prill, 99-ën, edhe kanë dëgjuar sigurisht për këtë vllaun e vet që ka vdek, ka folë me një nip timin Tregovës Hasit, që ja ka treguar këtë historinë e timë e vllaut vet, edhe mo pi aty nuk kemi ndjenjë asgjë. Ju keni ndruar vendodhje, pra keni shkuar në vend tjetër, apo aty vazhdoni të jetoni, pra? Në të njëjtin vend vazhdoni të jetoni ku keni jetuar dhe para lufte? Unë? Po. Po. Ju vini nga Rahovec, apo jo? Vazhdoni të jetoni po në Rahovec, në të njëjtën banesë? Po. Në të njëjtën shtëpi? Po, në të njëjtën shtëpi.
Pra, mbas lufte, a i ka marrë vesh pra se vllai i tij ka humbur jetën dhe që atëre nuk ka kontaktuar më, apo jo? Jo, asgjë. Ndoshta ka menduar se mund të ketë ndodhur diçka edhe me ju, ndoshta ka frikë të kontaktoj sepse mos marrë vesh në një lajm të keq, por ju jeni shëndoshë mirë, apo jo? Po. Sonte keni ardhur së bashku me nënën e Valdetit, me zonjën Anusha, për t'i bërë thirrje se jemi shëndoshë mirë. Po. Nëse ai u ndjek sot, Valdeti, çfarë do t'i thoshit? Do të thoshim që ishim kënaqësi ta dim që është gjallë dhe të kontaktojmë me telefonata ose të na jep një fjalë, një diçka ta dim në gjirin tonë familjar, nëse ka mundësi të vijë, ose fundit ai në jetoj apet, ku është të jetuar. Ju kisha lutë që në të shkon, në të vjen, në ta vazhdon jetën e vetë ku është, o saltë neve në ta freskon një qikë, të jemi pi lukse të kënena, jemi masakrume, jemi të mytur, jemi të gjitha, si e dini dhe ju vetë, Kosova atjene. Përveç Valdetit, sa fëmijë të tjerë keni? Nuk kemi. Nuk keni. Pra, djali që ka humbur jetën dhe Valdeti që e keni të humbur, apo jo? Atëherë do t'i bëja thirrje, ju lutem regjia më ndihmoni me foton e Valdet Elçanit, 43 vjeçarit nga Rahoveci, Kosovës. Valdet, nëse më ndjek, vërtet ke marrë vesh një lajm të kopshëm për vllajën tënd, por nëna dhe babai jot janë shëndoshë mirë, janë në të njëjtën shtëpi që ti ke lënë në Rahovec të Kosovës. Do të lutesha kudo që ndodhesh momentalisht, në çfarëdo lloj destinacioni, do të lutesha të kontaktoje me njëherë me emisionin tonë, pasi nëna dhe babai jot janë shëndoshë mirë. Valdeti kur është larguar, ka qenë i martuar, ka qenë beqar? Po. Ka qenë i martuar? Ka lënë pra familje, nga mbrapa ka pasur dhe 2 vajza, apo jo? Po, ashtu. Vajza tani janë me ju, i keni ju? Po. Banojnë me ju? Të paktën keni vajzat, apo vajzat janë shëndoshë mirë, janë rritur? Shëndoshë mirë, janë të shkolluar, janë të shku në fakultet, mirë janë vajzat. Atëherë, do të edhe njëherë ju bëja thirrje, ka pasur dhe diçka tjetër do doja të pyesja zotri, në këtë zonë të Çekis, pra edhe njëherë mund ma përmendni vendin ku ka jetuar? Në Çeki? Në Çeki, në Pelzen. Në Pelzen. A ka pas shqiptar të tjerë nga Kosova aty? Apo ka qenë i vetëm? Jo, ka qenë mjaft kanë qenë aty në. Le të shpresojmë që të na ndjekin sonte. Po, ai për momentin sa mund jem djeni, ai është në Londër. Është në Londër, keni marrë vesh se është në Londër, apo jo? Keni marrë ashtu, shpresojmë na ndjekin nga Londra. Me sa jam në djeni për atë që më deklaron dhe Bernardi, Valdeti ka përdorur dhe një emër tjetër? Po, Robert. Robert Elçani. Robert. Nëse tash më bjen veç Robert e dia, mo tani Elçani si nuk e dim, nuk. Robert Elçani ose Valdet Elçani nga Rahoveci, Kosovës. Unë kam disa dhëna këtu nga vetë që mi kanë qupi Çekis. Po? I kam disa numrat telefonatëve që mi kanë dhënë, tash sa në sakta nuk e di, po tash mi kanë dhënë që to, po unë s'ko mujtë më kontaktu. I ke me vete, mund na japësh t'i provojnë gazetarë për momentin, le të shpresojmë që sonte të kemi lajm prej Valdetit. Ta shpresojmë të gjë. Edhe njerë Valdet, në qoftë se më ndjek sonte, por të gjithë shokët e ti, të gjithë ata që e njohin, Valdet ose Robert Elçani, 43 vjeçari nga Rahoveci, Kosovës, le të lajmëroj pasi babaj dhe nëna e ti janë shëndoshë mirë, shtëpia është po ajo që a i ka lënë, 2 vajzat e presin janë rritur dhe janë në kujdesin për gjithë të vitet të tëra nga prindrit e Valdetit, pra nga nëna, zonja Anushe dhe nga zoti Sinan. Mund t'ja kaloni mikrofonin dhe zonjës, në qoftë se dëshiron t'i bëj një thirrje Valdetit. Nuk on gjendje ka mundësione. Të shpresojmë që a i të nëndjeki dhe të lajmëroj. Thjesht lajmëroj. Me sa dëgjoj ka telefonata, visi kemi informacion për Valdetin. Interesohem me shokët edhe mos marrësh numrin e telefonit dhe ta marrim dikuj tjetër, do ndihmoj dhe do jap informacion nga Çekia. Kjo na intereson që të gëzojmë atë nënë, e cila nga Çekia. Nga Çekia. Janë disa të dhëna që ka marrë babai, por që nuk janë të sigurta se mund të ketë lëvizur për Londër, megjithatë nuk dihet, ka lëvizur për Londër apo jo, apo vazhdon të jetojë akoma në Çeki. Ndërkohë, japim dhe njërë të dhënat për Valdet Elçanit dhe më ndihmoni regjia me pasaportën e tij televizive. Japim dhe njërë të dhënat, Bernard? Ose Robert, sepse mund ta njohë dhe me emrin Robert. Valdet Elçani aktualisht 43 vjeç, i lindur në Rahovec të Kosovës.
ka humbur kontaktet në qershor të vitit 1994. 23 vjeç visi. Nga Çekia. Duhet të përmendim pra ata të cilët po na ndjekin për herë të parë, sa ai është njohur dhe me emrin Robert. Mbiemrin ende nuk është i saktë çfarë mbiemri mund të ketë mbajtur, por ka mbajtur dhe emrin Robert. Dhe nga viti 2005 thuhet se mund të jetoj në Londër. Të paktën kështu ka marrë familja disa lajme nga persona të njohur, por ende nuk është e qartë se ku mund të jetoj. Pra kemi një kërkim mund të themi mes Çekisë dhe Anglisë. Atëre, të paktën babai ka sjellë disa dokumente të rëndësishme, zarfet e letrave që ndoshta ai merrte nga Valdeti, bëhet fjalë për qytetin Pëlzen në Çeki. Ka shqiptarë shumë që na ndjekin momentalisht nga Çekia, të cilët na kanë ndihmuar edhe për histori të tjera, do t'ju lutesha pra të na ndihmonin me mënyra të ndryshme që mund të ketë për të hyrë dhe në faqet e kërkimeve në shtetin Çek. Atëre, ka dhe disa informacione të tjera, numra telefonit të cilat mund t'i provojnë Bernard. Atëre, visi më njofto, kemi diçka të rëndësishme. Nuk e di se sa duhet ta them informacionin pasi na zhvendos nga Çekia për një shtet tjetër. Kush e ka dhënë këtë informacion? Një zotërish, një shtetas nga Kosova, sërish, i cili ka treguar se në të njëjtën punë, domethënë ndërmarrje ku ai punon, është një person me emrin Valdet, nuk e di mbiemrin ende, është 45 vjeç, ngjason shumë në foto, është nga Rahoveci, por zotëria po pyet nëse familja e Valdetit jeton në një fshat të Rahovecit apo jo, dhe kërkon emrin e fshatit. Në çfarë fshati? Na Gafs. Mund ta mbani mikrofonin afër se afroni. Na Gafs. Na Gafs. Po. Na Gafs të Rahovecit. Duhet ta ritelefonoj edhe një herë për të marrë nëse bëhet fjalë pra për të njëjtin. Kemi ca numra telefoni këtu që mund t'i provoni tani Bernard. Po, okay. Të paktën nga dokumentat, megjithëse do na duhet t'i përkthejmë, por që është me emrin e tij, Valdet Elçani. Po, janë të dhënat dhe ndërkohë janë 2 numra telefonit të Londrës. I keni provuar këto numra telefoni? I kam provuar, familja. Familjarët i keni provuar këto numra? Kanë provuar, por kemi provuar, por nuk kemi pas sukses. Nuk keni pas. Atëherë le të riprovojmë edhe një herë neve sonte, ndërkohë që do të jemi në pritje gjatë gjithë zhvillimit të mbrëmjes së sotme. Kalojmë tek rasti tjetër, Seda. Derisa ne të presim telefonata dhe informacione për Valdet Elçanin, 43 vjeçarin nga Rahoveci Kosovës, i cili ka humbur kontaktin me familjarët nga viti 1998 nga Çekia, nga qyteti Pëlzen i Çekisë. Vazhdojmë me rastin tjetër. Po, Ajda, atëherë vazhdojmë me historinë e Afrim Latifit, moshsa aktuale ti është 41 vjeç, vendlindja Gjilan, Kosovë, ka shkëputur kontaktet me familjen e tij në datën 25 nëntor të vitit 1995 nga Shqipëria. Afrimi është larguar, siç thashë më parë, në vitin 1995 nga Gjilani, por në Shqipëri, së bashku me një shokun e tij i cili quhet Agim Gagica. Dhe ky person është person i humbur për familjen e tij. Dëshira e të dy djemve ka qenë të largohen në drejtim të perëndimit, por vendi saktësisht nuk dihet. Nga momenti i largimit të dy djemt kanë shkëputur kontaktet me familjen e tij. Sipas familjes të Afrim Latifit, kanë marrë informacion se të dy djemt janë larguar në drejtim të Britanisë së Madhe. Nuk e dim sa i saktë është ky informacion, por janë disa të dhëna të cilat familjarët e tyre kanë arritur të marrin për vendodhjen e Afrim Latifit dhe Agim Gagicës. Unë dua t'i bëj thirrje të gjithë atyre personave të cilët dinë diçka ose dinë vendodhjen e të dy djemve të na kontaktojnë në numrat tanë të telefonit për të dhënë informacion sa më të saktë për ta. Atëherë do të jemi në pritje, jemi duke ndjekur dhe fotot e tyre. Për të gjitha personat cilët i njohin dhe kanë të dhëna dhe informacione, do t'ju luteshim me njerë të kontaktonin me emisionin tonë. Do doja në këtë moment të kalonin tek historia e Sinan Vitis, pasi familjarët e tij, babai dhe vllai, zoti Abedin dhe zoti Arshim, ndodhen me ne në studio mirëmbrëma. Mirë se keni ardhur. Dorina. Prezantojmë rastin e Sinant Vitia, vendlindja e tij Lipjan, Kosovë, ka humbur kontaktet me familjarët e tij në 28 nëntor të vitit 1993 dhe mosha e tij aktuale është 51 vjeç. Sinani ka qenë komandant i batalionit të luftëtarëve shqiptar në luftën ndërmjet Kroacisë dhe Serbisë, të njohur me emrin Skënderbeu. Gjithashtu ai ishte edhe pilot dhe instruktor i pilotimit të avioneve luftarake dhe pikërisht në datën 28 nëntor të vitit 1993, ky ka qenë dita në të cilën Sinani, domethënë në aeroportin e Shkupit, është arrestuar nga policia maqedonase dhe i është dorëzuar policisë serbe,
që nga ky moment familjarët nuk kanë asnjë lloj informacioni se çfarë ka ndodhur me fatin e Sinan Vitis. Familjarët i kemi sonte në studio, unë do doja të merrit mikrofonin dhe të na tregonit pak më hollësisht se çfarë ka ndodhur në vitin 1993 me Sinanin. Unë kam qenë prezent në aeroportin e Shkupit, Petrovec, ku ka arritur nga aeroporti i Stuttgartit, dhe më thënë ka qenë data 28/11/93, aty kam dalë me prit, vllahun dhe ai ka mri në aeroportin e Shkupit, pasi kam taku në, dhe më thënë, atë pjesën e kontrolës, me ka pa që i kam qenë të e pritat aty, por aty është ndalë nga policia Maqedone. Nga ai moment ne nuk dim asgjë me rastin se çka ka ndodhur me vllahun. Ju tha arsyet pra ti, ju morët vesh për momentin se cilat që ishin arsyet pse u ndalua nga policia maqedonase? Po unë kam kontaktuar me policë aty që kanë qenë në atë moment dhe ata më kanë thënë se ne nuk mund aty japim informacione tjera, por nesër mund të shkoni në autokomandën numër 5 në Shkup për të marrë informacione se thotë është arrestuar faktikisht në atë moment dhe prej aty ne kemi angazhu avokate përmes parlamentit. Shkua ditën e nesërme për të pyetur cila ishte arsyeja dhe çfarë ju tha? Absolutisht nuk kanë dhënë asnjë informat, domethënë asnjë lajm, një herë më kanë thënë se është deportuar në Kroaci, pastaj mos ka shkuar në Shqipëri, asi domethënë kurfar diçka konkrete ju. Pra, ju morët vesh thjesht që u ndalua nga policia maqedonase, mëtej ju çuan në ditën e nesërme në një komisariat policisë me sa kuptova, pra për të interesuar, nuk morët vesh asgjë. Keni marrë dhe avokat apo jo për të ndjekur gjithë? Po, kemi angazhuar avokatët çfarë ju kanë thënë? Kanë arritur të marrin vesh se ku ka dalë në gjyqe, kanë arrestuar për diçka? Po, tash ne supozojmë se është deportuar në Serbi, pasi që ka qenë atëherë kanë qenë raportet e mira ndërmes Serbisë dhe Maqedonisë, pasi që ka qenë dezertor i armatës jugoslave në Jugosllavi, por ne nuk kemi asgjë konkrete, si as me kryq të koq, as me... Sinani ka qenë pilot në profesion? Po. Në ato vite ku punonte, me çfarë? Ka qenë e Zar, ku tash jeton familja e ngushtë e tij, ka gruan dhe 2 fëmijë. Të cilët vazhdojnë të kërkojnë, apo jo për të marrë vesh se çfarë. Tashmë që në vitet kanë kaluar dhe pra Kosova është shtet, keni filluar dhe njërë tentativa kërkimesh nëpërmjet policisë Kosovës? Kemi bërë gjithë shka që neve na kam ardhë në mendje të bëjmë, po asgjë diçka konkrete nuk ka. Nuk keni marrë absolutisht asnjë informacion. Atëherë, në qoftë se Sinani ndodhet diku sonte dhe ju ndjek, pra, ose në qoftë se ka persona që dinë se ku ka përfunduar Sinani, çfarë do t'i thoshit? Po mjaftoni telefonat për me gëzu prindin, nanën ende është gjallë duke pritur një lajm të mirë nga ai, kështu që mjaftoni telefonat për me di që është gjallë dhe tjerat vazhdojnë. Unë shpresoj pra të kemi një informacion apo një telefonat diçka të dhënë për fatin e tij. Ne kemi filluar kërkimet për Sinanin, rastisht denoncuar prej shumë kohësh në emisionin tonë, ndërkohë që jo pa qëllim ne ripublikuam historinë sonte, pasi kemi mbledhur disa informacione dhe nga publikimet dhe kërkimet e stafit të emisionit. Megjithatë, unë do doja edhe një herë të nderuar miq të shikoni të mirë foton e tij. Është një foto bardhëzi, por është vetëm një foto që disponojnë familjarët. Momentalisht, ai sot duhet të jetë 51 vjeç, vjen nga Lipjani i Kosovës dhe më 28 nëntor të vitit 1993 është ndaluar nga policia maqedonase në aeroportin e Shkupit, vinte nga Stuttgart i Gjermanisë, apo jo. Arsyet nuk dihen, vllai i tij ka qenë prezent kur ai është ndaluar, e kanë informuar se ditën e nesërme do të merrni informacion më të zgjeruar në një rajon policie në Shkup. Janë interesuar, por nuk kanë marrë vesh absolutisht asgjë, megjithëse kanë vënë në disponim edhe avokat. Sot e kësaj dite asgjë nuk është marrë vesh pra për lajmin e Sinan Vitis. Ndërkohë që Dorina ka diçka më konkrete të cilën po? Për momentin nuk është se ka ndonjë informacion, jemi në pritje të informacioneve dhe gjitha ata persona që kanë diçka dhe din diçka në lidhje me rastin e Sinanit janë të lutur të telefonojnë ditën e sotme. Ka pas disa të dhëna të paktën nga ato që ne kemi verifikuar dhe janë disa persona të cilët deklarojnë se ndoshta
mund ta kenë çuar në Serbi, disa të tjerë siç e thatë dhe ju në Kroaci, gjithsesi këto janë të gjitha hamendje sepse momentalisht nuk është vërtetuar absolutisht asgjë dhe me emrin Sinan Vitia zyrtarisht ne nuk kemi mundur të gjejmë asnjë gjurmë të tij. Nuk e dim se çfarë ka ndodhur me të, megjithatë jemi drejtuar zyrtarisht edhe policisë maqedonase për të marrë vesh zbardhjen e dosjes së tij, pikërisht në momentin që ai është ndaluar nga policia maqedonase, cila është arsyeja dhe çfarë ka ndodhur më tej me të. Ndoshta do të presim përgjigje, megjithatë un kam besim tek teleshikuesit që na ndjekin dhe ata që kanë njohur Sinanin. Pra nëse din historinë e tij do t'ju lutesha të kontaktonin me emisionin ton. Atëherë do të presim gjatë mbrëmjesës sotme nëse do të ketë diçka më konkrete. Për Sinan Vitin do të ndalojmë rrjedhën e emisionit dhe vazhdojmë me rastin tjetër. Prezantimin e pasaportës me të dhënat e Mehmet Osman Toqani, lindur në vitin 1947, aktualisht është 65 vjeç dhe ka lindur në fshatin Gremnik të komunës Klin të Kosovës, ndërkohë humbjen e kontaktit me familjen ka pasur në vitin 1968. Në drejtim të paditur, të paktën kështu ka rezultuar për familjen e tij, pasi në momentin kur Mehmeti është larguar nga shtëpia e tij, ju ka treguar se do të nisej drejt Kroacisë, ku jetonte dhe punonte prej shumë vitesh, por siç duket, nga ky udhëtim ai nuk u kthye më. Gjithsesi, nga dyshimet e shumta dhe amendimet që familja ka deri ditën e sotme, mendohet se Mehmeti mund të jetë larguar drejt një kontinenti tjetër dhe konkretisht në Australi. Gjithsesi, duke u nisur nga ky informacion, natyrisht që thirrja ju shkon të gjithë atyre personave dhe të afërme të Mehmetit, të cilët mund ta kenë parë ose ta kenë njohur më përpara, por në veçantisht shqiptarëve që jetojnë në Australi, do t'ju kërkoja ndihmesën dhe vëmendjen e tyre sonte në emision. Ndoshta na ndjekin sot në valët e televizionit publik shqiptar dhe nëse fotoja dhe të dhënat që janë duke u shfaqur në këto momente nga regjia pra për Mehmet Toqanin, i lindur në Klin të Kosovës, aktualisht është 65 vjeç, kontaktin e fundit e ka pasur me familjen në vitin 1968. Atëherë kalojmë tek rasti tjetër, Stella. Kalojmë të dhënat e Tuneradit, sot duhet të jetë 46 vjeç, ka lindur në Gjakov dhe rezulton e humbur që prej 4 shtatorit të vitit 1991 nga Prizreni. Në fakt janë shumë vite që Tunja është e humbur, të doja edhe foton e saj, nuk disponojmë për fat të keq, një foto edhe do të lutesha familjarëve që na ndjekin, pasi edhe historia e saj është goxha e mangët në informacione, ndaj nëse na ndjekin natën e sotme të telefonojnë në numrat që janë të afishuar në ekran për Tuneradin nga Gjakova. Edhe një herë do t'ju bëjmë thirrje gjithë familjarët personave të humbur. Do të na duheshin patjetër shumë foto për t'i publikuar, pasi çdo foto që ne publikojmë në emisionin tonë ndihmon të gjithë teleshikuesit që na ndjekin nëse i kanë parë ta persona në dhënien e informacionit. Silva. Atëherë do të prezantojmë rastin e Sadber Ahmeti nga komuna e Vitis në Kosovë. Ai aktualisht do të jetë 31 vjeç, ka shkëputur kontakt me familjen në datën 1 mars të vitit 1996 në drejtim të paditur. Sadberi studionte në klasën e 8 dhe në datën 1 mars të vitit 96 ai pasi mbaroi shkollën niset për në shtëpinë e tij, mbaron drekën dhe merr kutinë me paketa cigarash, me të anë të cilave ai kontribonte në shtëpi, del në qytetin e Vitis për t'i shitur dhe që nga ky moment ai nuk kthehet më. Më pas, familja merr një informacion nga një punonjës policie, i cili ka pohuar familjes se djali ishte parë me një makinë në fshatin Binç, po të komunës së Vitis. Ky është dhe informacioni fundi që ata kanë marrë dhe janë plot 16 vjeç që ai rezultoni humbur dhe nuk dihet më asnjë gjë për fatin e tij. Jemi duke ndjekur dhe foton, është një foto pra kur ai ka qenë fëmijë, sot duhet të jetë 31 vjeç, do t'ju lutesha të gjithë atyre që dinë se çfarë ka ndodhur në 1 mars të vitit 1996 me Sadber Ahmetin nga Vitia e Kosovës, do t'ju lutesha të kontaktonin menjëherë me emisionin tonë nëse dinë të vërtetën për fatin e tij. Atëherë, sepse duhet të kalojmë njëherë tek studio e lajmeve, ku jemi për momentin me informacionet, kemi ndonjë të dhënë të rëndësishme. Po. Elshani, në rasti që prezantoi Bernardi, një zotëri pohon që e njeh Valdetin, në vitin 98 janë takuar bashkë në Çeki, Valdeti e ka ndihmuar për të kaluar në Gjermani, por në vitin 2004 një shok i tij i ka pohuar se e kishte takuar, domethënë Valdetin në Londër. Në Londër. Po. Ndoshta janë të vërtet ato që janë thënë dhe babai, gjithsesi do të bëjmë një lidhje me këtë zotëri menjëherë mbasi ne të kthehemi nga studio i lajmeve. Këto dhe të tjera, të nderuar miq, mos u largoni, kalojmë në një hapësirë publicitare, mëtej në studion e lajmeve për të ndjekur edicionin e fundit të lajmeve në televizionin publik shqiptar dhe menjëherë vazhdimin e emisionit Njerëz Tumbur, do të kemi 2 raste të tjera për të publikuar
Njëri prej tyre është jashtëzakonisht i rëndësishëm, prandaj mos u largoni sepse kemi nevojë për ndihmën tuaj. Të gjitha rastet që ne publikojmë në emisionin ton kanë nevojë për vëmendjen tuaj. Do t'ju lutesha të mos largonit menjëherë mbas lajmeve, kthehemi menjëherë.